Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos harxhoni para, në vetëm 48 orë uli nivelin e sheqerit në trup vetëm me këtë recetë. Niveli ngritur i glukozës në gjak ose hiperglicemia është një çrregullim në organizëm i cili shfaqet më së shpeshti për shkak të diabetit, por edhe pas stresit, për shkak të gjenetikës, çrregullimeve të metabolizmit, paushqyeshmëria, mundimeve kronike dhe tepër të mëdha ose pas marrjes së ilaçeve të caktuara. Sasia e ngritur e sheqerit në gjak çon deri në diabet edhe në komplikacione të tij. Veç kësaj mund të shkaktojë çrregullime të mëlçisë dhe në sistemin urologjik, shkakton çrregullime metabolike, sëmundje të lëkurës, zhvillim të kataraktit dhe patologji të tjera të zemrës, si tonel.com. Diabeti është një nga të paktat sëmundje që arrin të prekë dhe të dëmtojë heshturazi dhe ngadalë thuajse të gjitha organet kryesore të trupit pa përjashtim. Për të caktuar diagnozën është e nevojshme të merren mostrat e gjakut. Kjo analizë merret në mënyrë ekskluzive kur e keni lugthin e zbrazët, mirëpo është më mirë që 2 ditë të mos pini alkool dhe të mos hani shumë karbohidrate në mënyrë që rezultati të jetë më i besueshëm. Niveli i sheqerit i glukozës është 3.6 deri në 6.1 njësi. Shifra mbi këtë normë mund të tregojë diabet. Mirëpo, kur kalon 11.1 njësi, atëherë mund të flasim për diabet. Simptomat më të zakonshme të diabetit janë: etje e shtuar, urinim i shpeshtë, sidomos gjatë natës, tharje e gojës, humbje pa shpjegueshme në peshë, infeksione të përsëritura, plagë të ndryshme që mezi mbyllen, mpirje e duarve ose këmbëve, lodhje të tepërta më shumë se zakonisht e të tjera si to. Nëse vlera e glicemisë ka qenë më e lartë për një kohë të gjatë, personat me diabet mund të shfaqin dobësi trupore, dhimbje barku, të vjella e të tjera. Ekzistenca e këtyre simptomave nuk do të thotë domosdoshmërisht se ju po vuani nga diabeti, por në raste të tilla ju duhet të kontaktoni menjëherë mjekun specialist endokrinolog për të konsultuar më mirë për rastin tuaj. Por si të zvogëlohet sheqeri në metoda natyrale? Ilaçet për uljen e sheqerit në gjak merren sipas udhëzimeve rigoroze të mjekut edhe atëherë nuk duhet t'i zvendësoni në kokë më vete me ilaçe popullore. Nëse diferencat në pasqyrën e gjakut janë më të ulta, atëherë mjeku ndoshta do të përshkruajë ilaçe, por do të këshillojë që sheqeri të ulet edhe në mënyra të tjera. Atëherë mund të përdorni receta popullore të cilat kombinohen me ushqime dietale, rritjen e aktivitetit fizik në mënyrë të shëndetshme të jetës dhe do ndihmojë që gjaku të kthehet në normalitet dhe të shmanget diabeti. Një prej tyre është edhe pija e majdanozit. Për përgatitje, shtoni në tenxhere 8 flet majdanozi dhe shtoni sipër 300 ml ujë të vluar. Pastaj e lini të ziejnë për 4 orë. Pini gjysmë gote 3 herë në ditë gjatë 3 ditëve dhe pastaj patjetër duhet të bëni një pauzë 2 javore. Qulli i hikrës me kefir gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për të stabilizuar luhatjet e sheqerit. Merrni disa lugë hikër, e shplani mirë dhe e thani dhe më pas e bluani. Mjedhin e hikrës e shtoni në një gotë me kefir me pak yndyr dhe lini të qëndrojë së bashku për 10 deri në 12 orë. Pijeni atë gjysmore para ushqimit, në mëngjes dhe në mbrëmje. Koktejl nga kefiri dhe kanella gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për të stabilizuar kështu luhatjet e sheqerit në gjak. Një herë në ditë, më së miri kryesisht në mëngjes, shtoni një lugë të vogël kanellë në një gotë me kefir me pak yndyr dhe e pini menjëherë. Kjo do të përmirësojë metabolizmin, do të ulë sheqerin. Nëse nuk jeni tolerant ndaj produkteve të qumshtit, atëherë kanellën mund ta shtoni në çaj ose në ujë të ngrohtë. Për shërimin sa më të mirë është të përdorur kanellë e cila është e pa bluar, jo plur sepse ka cilësi më të lartë hipoglikemike. Infuzioni nga fasulja e bardhë gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në menaxhimin e shëndetit tuaj. Disa kokra fasule të bardha të ziejnë në gjysmë gotë ujë. I lini të qëndrojë deri në mëngjes. Hani kokrat dhe pini lëngun një orë para kafjalli. Shërimi zbatohet 1 muaj e gjysmë, pastaj bëni pauzën. Pije nga uthulla e mollës gjithashtu mund të jenë një ndihmë për shëndetin tuaj. Në një gotë me ujë të nxehtë shtoni një lugë me uthull mollë organike dhe pini atë pas ushqimit. Këto janë receta të thjeshta të cilat do ju ndihmojnë në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit, por gjithmonë pasi të merrni edhe trajtime të specializuara, mund t'i përdorni sipas këshillës së mjekut.
Kur keni diabet, zgjedhja e pijeve të duhura nuk është gjithmonë e lehtë. Studimet e fundit kanë treguar se efekti i pijeve të diabetikëve të ndryshëm ndryshon, por a duhet diabetikët të pinë kafe? A janë të dëmshme pijet e gazuara me 0 kalori? Përgjigjen e këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera lidhur me pijet që duhet të konsumojnë diabetikët do t'i rendisim në këtë video sipas Diabet Care. Pini më shumë ujë. Një studim i kohëve të fundit i publikuar në revistën Diabet Care tregoi se njerëzit që pinë pak ujë kanë më shumë gjasa që sheqeri në gjak t'u rritet me 30%. Kjo për shkak të hormonit vasopresin, i cili ndihmon trupin të rregullojë hidratimin. Nivelet e këtij hormoni rriten kur trupi është i dehidratuar, gjë që bën që mëlçia të prodhojë më shumë sheqer në gjak. Është rekomandueshme të pini 8 gota ujë në ditë për gratë edhe 2 më shumë për meshkujt. Pini më shumë qumësht në dietën tuaj. Qumshti nuk është një produkt vetëm për të vegjëlit, por edhe një pije e mirë për diabetikët. Ajo siguron kalcium, magnez, kalium, vitaminën D, i cili nevojitet trupit për të funksionuar në funksionet e tij themelore. Gjithashtu studimet sipas Diabet Care tregojnë se qumshti nxit edhe humbjen e peshës dhe ul presionin e gjakut. Ekspertët rekomandojnë konsumin e produkteve të bulmetit në 2 ose 3 vakte dhe në mëngjes gjithmonë një gotë me qumësht. Pini më shumë çaj. Çaji nuk ka kalori dhe është i mbushur me antioksidant. Më të rekomandueshme për shëndetin janë çaji jeshil ose i zi. Një studim nga kinezët tregoi se çaji i zi dhe i gjelbër ka nivele të larta të polisaharideve të cilat ngadalësojnë në thithjen e sheqerit në gjak. Gjithashtu duhet të pini 4 deri në 5 filxhan çaji në ditë, pasi do ju ndihmojnë të ulni zhvillimin e diabetit me 16%. Çaji gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve në zemër. Pini me shumë kujdes kafen. Disa studime sugjerojnë se pirja e kafes ul zhvillimin e diabetit të tipit 2, por një studim tjetër tregon se njerëzit që tashmë kanë diabet, kafeja mund të rrisë sheqerin në gjak dhe të vështirësojë përpunimin e saj. Ekspertët sugjerojnë të pini 1 deri në 2 kafe në ditë në disa orë distancë në mes. Pini me kujdes pijet e gazuara për diabetikët. Zakonisht pijet e gazuara për diabetikët janë me 0 kalori. Shkencëtarët kanë provuar se pavarësisht se nuk kanë kalori, ato nxisin rritjen e sheqerit në gjak. Njerëzit që pinë pije të gazuara janë të rrezikuar me 67% nga prekja e diabetit, sesa ata që nuk e pinë. Një gotë me pije të gazuara me 0 sheqer është e rekomandueshme për diabetikët, por jo shumë e nevojshme për ta. Prandaj është e rëndësishme që çdo ndryshim ta bëni duke u bazuar më parë tek shëndeti juaj. Duke ditur se çdo individ është i ndryshëm nga tjetri, atëherë ajo që zgjidhni në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje kuptim plot në ndikim të pozitiv të shëndetit tuaj. Diabeti tipi 2 është forma më e zakonshme e diabetit. Në këtë formë diabeti pankreasi prodhon sasi të vogël ose të mjaftueshme të insulinës, kështu që qelizat nuk marrin mjaftueshëm glukozë për të prodhuar energji. Simptomat që tregojnë këtë gjendje janë ndjesia e lodhjes së madhe, probleme me fshikëzën, shkuarje shpesh në tualet dhe plagë që shërohen më ngadalë. Ulëntimet e reja kanë treguar se edhe një çaj mund të ndihmojë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, por kjo nuk do të thotë se duhet të ndaloni marrjen e medikamenteve dhe të zhvendosoni ato me çaj. Një studim i publikuar në Saudi Journal of Biology Science tregoi se çaji me gjethet e manit mund të parandalojë rritjen e niveleve të sheqerit në gjak dhe kjo pije merret pas një vakti. 28 vullnetar me diabet pinë çaj nga gjethet e manit, ndërsa 20 prej tyre pinë çaj tjetër të zakonshëm. Mostrat e gjakut të morën pas mëngjesit dhe efekti i çajit të gjethetve të manit u vlerësua nga shkencëtarët si shumë domethënës. Çaji i gjethetve të manit parandalon rritjen e glukozës pas një vakti 90 minuta pas konsumimit, citon Saudi Journal of Biological Science. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.